shkojmë të ndjekim një insert tek burimet e papazit në fshatin Golemas në Kavaj. Në fakt, aty thuhet që është një augur i mirë për të gjitha gratë dhe vajzat që dëshirojnë të mbesin shtatzan ose kanë probleme me shtatzanin. Do të ndjekim këtë insert shumë interesant, ndërkohë që bashkë do shihemi sërish të hënën. Kaloni bukur nga unë, mirupafshim dhe një fundjavë të këndshme. Miq të vizionit të pasdites ju përshëndes. Ditën e sotme në këtë pjesë të emisionit jemi zhvendosur larg kryeqytetit për të ardhur në Kavaj. Burimet e papazit këtu në Golemas të Kavajës janë kthyer në një mister të vërtet për njerëzit. Gojdhëna thot se këtu vinë gratë të cilat nuk lindin dot fëmijë e njerëz të tjerë të cilët duan mbarësi me jetën e tyre. Do të zhvendosemi më nga afër me kamerën e emisionit ton për të parë se si është kjo dukuri kaq e bukur dhe e rrallë. Në momentin e parë që erdhëm këtu pranë burimeve të papazit në fshatin Golemas, pam dy persona, të cilët ishin afër kësaj zone, por nuk janë qytetarë të Golemasit. Ne në fakt donim të dinim më shumë për këtë gojdhën. Përse vinë njerëzit këtu tek burimet e papazit? A keni dëgjuar për këtë? Kemi dëgjuar gojdhana kështu e parasysh se vinin njerëz që nuk lindin, për shembull femrat, e ne bien këtu dhe gojdhanësh, nuk e dim se sa është saktë. Por kanë gjetur ndërmon. Kanë gjetur dërëman, ka raste konkrete të femrave të cilat kanë mbetur shtatzan? Kemë shtatzan. Nuk e gjen shtatzan, janë bërë shtatzan. Kjo është. Gjë realiteti. Nuk di më tepër. Po, më thatë diçka rreth nënës tuaj e cila ishte shumë informuar përpara. Po, tash nënime ka vdek, ka 17 vjet që ka vdek. Papazi. Ajo ka ditë. Edhe një herë? Nona e uzote. Po, gjithmonë gjejnë ndërmon njerëzit. Rrugës për këtu patëm kënaqësinë që të merrni me vete një nga banorët e zonës, zotin Xhevati, i cili do të na flasë më tepër rreth kësaj legjende. Legjenda e burimeve të papazit. Cila është kjo legjendë, zoti Xhevit? Dhe kështu e kemi gjetë. Po legjenda nuk dihet për e ardhe ose kur janë çfaq këto lloj burimesh. Ka shumë kohë, dhe kemi trashëguar brez pas brezi, dhe nuk dim jo që të ketë ndaj datë saktë. Se ku ashtu. Po këtu ka të pasaj, ka pas fërkuntuar njerëz shumë. Ku ishi suat i me të mete mendore, me të mete fizike, me lloj probleme që kishin, vishin dhe u lashin me ujtën e papazit. E lashin hushin ujtë njëri tjetër këtu. Këtu ka qenë dhe i pyll, që u maskojshin për njerëz të tjerë që ishin. Por përveç këtyre, pra të sjellë mbarësi për njerëzit në përgjithësi, këtu kanë ardhur gratë të cilat nuk lindin dot fëmijë. A është e vërtet kjo? Për gratë ishin më shumë, ishin problem për fëmijë, ishin problem për martesa, kishin problem me divorce, për shembull që ndashin nga burri. E shumë gjëra tjera për shembull që vishin këtu. Edhe leshin për shembull u lutsin ka papazit. Papazi, qesh i thoshin për shembull, se kam të hall, kam të problem. Papazi gurgullon dhe siç gurgullon ai aty. Kishin shumë njerëz që kishin besim. Tash ai besim për shembull edhe mund të njallësin ndaj njeriu, mund të njallë, mund ndodhe që mund të jetë njallë. Pa njallësh për papazit, a njallës se kishin besim ose vite mund të njallë se në gjithmonë do ketë pavdekshme. Gjithsesi njerëzit i besojnë. Në cilat periudha të vitit vinë njerëzit këtu në kryesisht? Këtu. Periudha ishte muaj prill. Periudha më që e dendur që vishin njerëz për shembull që nga Elbasani, Rrogozhin, Kavaj që vishin shumë. Kjo ishte periudha më tepër, po sa vishin gjatë gjithë vitit, si të ndodhte probleme njerëzve. Në qoftë se i shikojmë nga afër, këto burime shikojmë që gurgullojnë gjatë gjithë kohës. Pse gurgullojnë? Sipas studimeve që jo pak se për këto s'ka pas studim më fare, as se kur është dhe pse është kriju. Pa e gurgullon se ka gazra. Gazra nga toka, në toka për shembull, dhe del ujti përpjet. Jo se ka diçka tjetër, sipas gjeografisë, kemi studiuar për shembull këtu i quh këto. Ku është tërheq, deti që ka qenë toka që ujë ose akullnajë që ka qenë, këto kanë bërë të si punë gjepash. Kjo nuk është gjë tjetër vetëm se ujë deti është i helmit i kri për të mos ujit i detit.
po pse gurgullon aty ka vetëm nga gazrat. Po a vjen për njerëzit, që nuk vjen për njerëzit shumë është e ty, po aty diku ka nga gazra që gurgullon përse ka. Ju personalisht a njihni njerëz që kanë gjetur shërim nga burimet e papazit? Paka shumë ku që ka qenë e kohë, kam qenë moshtre, edhe nuk di përse për shtu, se të ishim shpi, si gjithë tjerët. U bo kooperative se kur u shdukun, dhe më thoi që u shdukun kam të palë, përse më vonë. Pra nuk vishin, edhe sot e kësaj dite vinë, pa e shumë të rallë. E shumë të rallë. Pile më kujto, se është edhe tjetër, motutje në motorë sa të kodës, është edhe tjetër, për nuk, jo ka që fuqishëm sa këta këtu. Është burim papazi, e vej? Papas ka edhe atje erdhi një familje vetë kujtohet, erdhi, kishin një fëmijë sa 4 shkatit, të gjimë të për shumë. Edhe qatë shifë që të të shtu a ishe, kishte baru, ata kishin shati. Për zotën, ka sytë do të më këndalë nga fëmija që vundë e shtu shkati. Pa gjeti dërmonë, kush e rababë, se kishim dokumente për ashtu. Se shumë ashtë. A shterin këto burime? Të ndodhë që të shikosh burimet të cilat kanë shterur, jo të gjitha janë aktive? Nuk shterojt. Edhe që ose dë shterojt diku këtu, dhe dalin një vend tjetër. Nuk shterojt kurë. Sa do që t'i hudhë shëve, janë munu për shemë në kodë kooperativës, me traktora, me gjore duke i munu, se dhe kjo këtu ka që gropë shumë madhe, me traktore kanë mush, që është bo kjo kodë kështu. Edhe duke nalë në ujtin. Kur merre që merë presionë, delë si do që t'jetë, sa do që t'jetë felzë, ose sa do që t'i vesh pesh nga sipër, ai prapë do dali. Po tepër ka nevojë për një studim për këto që flashe se tjezë flasë këtë e zdi gjë. Askush nuk ka ardhur për të bërë një studim? Jo, askush. Vinë se sa dushu vizitorë për të pa për ashtu, për vinë ekip që të bëjnë studim dhe gjë, deri sot. Më shumë vinë nga kurioziteti? Pa, për kuriozitet, për të pa, asë gjë tjetër. Paraardhësit tuaj çfarë ju kanë treguar, sepse nga diku duhet ketë nisur e gjithë kjo legjendë? Paraardhësit të tregoshin për shembull që këtu vishin jashtë shipi, vishin njerëz dhe gjej dërmon. Vetë të pjesë, edhe mjekësia s'ka qenë, njerëzit ku kishin hall, edhe sot që është mjekësia kulmi i mjekësisë, edhe sot vin njerëz për shembull se kanë hala besim, ato shkojnë. Laha ose bëjnë diçka se të shkojë të shoh. Po emri papaz, kështu ka qenë gjithmonë, ja kanë vendosur banorët e zonës? Nuk dim se kush e ka vojë, është shumë e vjetër, nuk di, si ka papaz që çdo kohë që ka kalu papaz, asi gjë atë s'ka. Nuk ka gjë që të ketë vendos dikush ose në shekull, në mbi vjeçar ose më tjetër. Papaz ka qenë quajtur gjithmonë, sepse është vukë e nuk i dihet. Bavaki është vëllë nga i studiusi që ka studiuar dikur përpara. Por vëmre gjithashtu që këtu ka shumë pak banor, ky fshat pothuajse i shpopulluar. Po këtë bërë ikën. Një fshatë që ka qenë është ashtu. Por atje, deri këtu rreth këtu. Kanë qenë 100 shtëpi, 100 familje. Tash s'ka as 5 shtëpi po. Ikën gjithë. Domethënë as banorët e këtij fshati nuk mundën dot ta shfrytëzonin siç duhet këtë resurs. Po tepër të shfrytëzonin përse vishin nga larg se sa banorët e fshatit. Se është një dukuri natyrore shumë e veçantë. Po këtu ishin, nuk kishin pasë të keqe ose jetë mirë për papazit. Sa para nuk e frekventojshin shumë. Këtu për shembull edhe ikishin leshe ndaj para për shembull për të lënë lek ta gjë, ndaj të so buk ose ndaj veshje. Se ka edhe rituale të tilla. Duhet leshin diçka. Të gjithë ato që vishin. Duhet leshin diçka. Përderisa ashtu, vetëm atë leshin se nuk do të bëte diçka që leti të so bukut ose i shami dorë apo i 10 lekë. Ai leshin, ne ishim atëherë fëmijë, edhe prishim kur tikshin të ne shkoshim. Leshim ndaj diçka që kishin lodhi. Kaj.